Nuk më i prësh i ministrit dhe sekretarit që ishit ma. Kjo i Shka pas moka më qenë tabak jashti, edhe i shkadure në me. Me një me ngrot. Me ngrot. Ministri. Goma e villador, aj që ju tha. Gjithë strëhimet njërës pari është objekt mbrojtës dhe ky është anti-atomik. Trashia e betonit mbrojtës që është 1.80. Trashia e betonit të objektit. Ky objekt do i shërben të Ministrisë Brendshme dhe bëj fjalë për situata të veçanta. Por gjatë gjithë kohës, nga ndërtimi deri më sot që flasim, nuk është përdorur, ka pas raste, për shembull si në 97 me këta, jemi vënë në gatishmëri, ose rasti i luftës Kosovës në 99, domethënë jemi vënë në gatishmëri, por fakti është që nuk është përdorur asnjë. E do pra besimin? Se zbori do besim. Po, do ta marr. Kur diktatorit nuk kishte ma asnjë lloj përkrahje ndërkombëtare, nuk kishte asnjë marrëveshje me fuqitë e mëdha, atëherë ai vendosi të bunkerizoj Shqipërinë, të ndërtoj bunkere. Dhe ju thash, Shqipëria pason 1 milion bunker nga diktatura e Enver Hoxhës. Dhe në kohën që shqiptarët nuk kishin bukë, nuk kishin ushqim, fëmijët nuk kishin qumsht, spitalet nuk ishin gjak, a ndërtonte bunkeret të tilla se do mbrohin nga imperializmi amerikan. Pra kjo ishte ajo marrina e një diktatori sa të lik, por edhe është terrorist ndaj bashkëkombësve të tij. Pra Enver Hoxha ndërtonte bunkere kur populli s'kishte bukë me hangër, këtu torturoheshin të gjithë ata që ishin kundër vijës ideologjike të komunizmit dhe diktatorit Enver Hoxha. Dhe kjo pra sjell atë shëmtirën, sjell atë sensibilizimin e shtresë për ndjekur politik,